Mos të mashtroj dukja e njerëzve dhe gjërave. Mund të mos jenë ashtu siç duken. Jo të gjithë që nuk janë në shkëmb, janë në det. Isha në shoqërinë e një miku, kur jam bëriti një grua që po zihej me dikë. Pak pas ngrindjes, lotët filluan t'i rrjedhin nga syt, tregon Muhamedi. I thash gjykatësit, a nuk e shet duke qarë? Vendimi duhet të jepet në favor të saj, pasi asaj i është bërë pa drejtësi. Gjykatësi i mençur u përgjigj: O Muhammed, edhe vëllezërit e Jusufit a.s. mbajtën në shtëpi duke qarë, ndërsa në të vërtetë ishin zullumqtar dhe gënjeshtar. Njeriu duhet të gjykojë bazuar në të vërtetën. Mos beso gjithçka që sheh, edhe kripa ka formën e sheqerit.